Faktikisht në fakt e ka cënuar tërësisht integritetin e procesit të zgjedhjeve në mënyrë të veçantë në Greqi. Sigurisht që ka pas probleme edhe në vende tjera, por kjo që pëndon në Greqi është e pa imagjinueshme. E para nuk është DHL-ja që vepron më aty, po ka marrë nën kontraktus, të cilët janë jashtë zbatimit të standardeve, të kushteve të kontraktës, të ligjshmërisë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të udhëzimeve, të vendimeve të dhëna nga KQZ-ja. Rastet pafundme, për shembull, që edhe mund të lajmërohen ndonjë rast që shkojnë të marrin zarfin, dhe shkojnë aty dhe nuk e gjejnë zarfin, sepse zarfi është marrë nga të tjerë, probabilisht është plotësuar nga të tjerë. Ka raste që thonë ju falënderojmë për votimin, kur e thotë unë s'kam votuar, nuk më ka ardhur zarfi, nuk kam pas mundësi, nuk ma kanë dorëzuar zarfin. Pra kemi informacione se janë marrë makina me qira për të humbur gjurmët, për shkup për të mbledhur nga Shqipëria. Janë nisur nga Shqipëria makina me qira dhe janë nisur drejt Greqisë për të bërë mbledhjen e zarfeve atje. Po, procesi është jashtë kontrollit. Praktikisht procesi në Greqi është jashtë kontrollit. Dhe kjo është shumë e rëndë. Por, pasi i them të gjitha këto, dhe i them sepse kemi prova dhe informacionet të papundme, dua të them nga ana tjetër që shqiptarët kanë qenë fantastik në çdo vend të posë. Më vjen shumë keq për shqiptarë që janë në Shqipëri, që i kanë hequr të drejten e votës së tyre, se vota është një peshë, është çështje ndërgjegje dhe çështje besimi, por është çështje që secili prej nesh e ka një pushtet një ditë në 4 vite për të shprehur vullnetin e tij dhe për të ndikuar që vendi jonë të bëjë të ketë një perspektivë pozitive për të ardhmen, sepse lidhja e diasporës me vendlindjen, pavarësisht nga largësia gjeografike, nga largësia në kohë ka qenë aq e fortë dhe pjesëmarrja atyre ka qenë e mrekullueshme. Ndaj unë po shfrytëzoj këtë rast për t'i falënderuar përzemërsisht secilin